إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe farje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e çoi në humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Allahut. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri në ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, kijeni frikë Allahun e lartësuar dhe dijeni se Islami është feja me cilën Allah nuk pranon fe tjetër përveç saj. Ajo është feja e të gjithë të dërguarve dhe për hir të saj janë krijuar gjinët dhe njerëzit. Ajo është feja në hijen e së cilës janë të detyruar të jetojnë të gjithë njerëzit në këtë dunja. Ndaj Allahu I lartësuar thot: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Më të vërtet feja e pranuar tek Allahu është Islami. Po ashtu Islami është feja për cilën njerëzit do të pyeten në varret e tyre, sepse çdo I varrosur do të pyetet cila është feja jote. Po ashtu ajo është feja për cilën ata do të pyeten ditën e Kiametit. Siç thot Allahu I lartësuar: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk do t'i pranohet dhe ai në ahiret do t'jetë prej të humbërve. Pra këto tre etapa në për të cilat kalon çdo njeri, dunjaja, varri dhe dita e Kiametit, të gjitha këto tregojnë qartë. Nuk ka zgjedhje tjetër për robërit përveç Islamit. Përndryshe, ata I pret humbja dhe shkatrimin. Prandaj mos u mashtroni nga thirrjet e rreme të zbukuruara me fjalë të bukura, me të cilat thrasin shejtanët e gjinëve dhe njerëzve, dhe nga përshtjellimet që ata u bëjnë njerëzve me dyshime dhe fjalë të zbukuruara, duke pretenduar se njeriu është I lirë në atë që ai beson. Nga se këto janë nga fjalët e zbukuruara dhe dyshimet e njerëzve të së botës dhe të pavërtetës, nga shejtanët prej gjinëve dhe njerëzve, të cilët bashkohen me njëri tjetrin për t'i mashtruar dhe për t'i prishur njerëzit. Ndaj Allahu I lartësuar thot në librin e Tij: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwa shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'duhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura." Dhe kështu ne për çdo profet kemi bërë armiq, shejtan nga njerëzit dhe nga gjinët, që I frymëzojnë njëri tjetrin fjalë të zbukuruara për mashtrim. Prandaj, nuk I lejohet askujt të thotë unë jam I lirë në atë që besoj, duke u argumentuar me fjalën e Allahut: La ikraha fi din, nuk ka detyrim apo dhunë në fe. Dhe kështu ai të kapet vetëm pas kësaj pjesë të ajetit, duke lënë vazhdimin dhe kuptimin e plotë të tij. Sepse fjala nuk ka detyrim apo dhunë fe, përmban tre kuptime. Kuptimi I parë është se udhëzimi I zemrave është në dorën e Allahut, jo në dorën e njerëzve. Ajo që njerëzit kanë në dorë është vetëm thirrja e njerëzve për të kjo fe dhe këshillimi I tyre. Kuptimi I dytë është se njeriu nuk ka nevojë të detyrohet për të hyrë në Islam, sepse ai ka lindur në fitra, në natyrën e pastër, e cila është Islami, dhe është I përgatitur për t'i pranuar dispozitat e shariatit.
për më tepër atij ka ardhur dikush duke thirrur atë drejt Islamit. Prandaj ai është plotësisht i gatshëm të pranojë Islamin pa dhunë dhe pa detyrim. Për këtë arsye Allahu i lartësuar tha: La ikraha fi din, nuk ka detyrim apo dhunë fe. Ai më njëherë pas kësaj tha: Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Tashmë është bërë e qartë rruga e drejtë nga humbja. Atëherë çfarë arsyetimi do të ketë pas kësaj? Çfarë argumenti do të paraqes njeriu ditën e Kiametit? Ndërsa kuptimi i tretë është se pranimi i zemrës është kusht prej kushteve të dy dëshmive, pra të shahadeti la ilaha illallah dhe Muhammedun Rasulullah. Kështu që ai i cili e urren këtë fe dhe nuk e pranon me zemër atë, nuk i bën dobi hyrja formale në Islam. Po ashtu nuk lejohet që dikush të argumentohet me fjalën e Allahut: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush të dojë le të besoj, e kush të dojë le të mohoj, sepse kjo nuk është formë zgjedhjeje, por formë kërcënimi dhe paralajmërimi, të cilin e kupton edhe i dituri edhe ignoranti. Për më tepër është e paimagjinueshme që Allahu i lartësuar të urdhërojë që krijesat e tij prej njerëzve dhe xhinëve të bëjnë kufër, pra që ata të mos besojnë. Të gjithë komentuesit e Kuranit janë të njëzëri se qëllimi i këtij ajeti është kërcënimi i ashpër. Prandaj Allahu i lartësuar tha më njëherë pas tij: "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh, bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa." Thuaj, e vërtet është nga Zoti yt, kush të dojë le të besojë, kush të dojë le të mohoj. Me të vërtet ne kemi përgatitur për jo besimtarët zjarr, që muret e flakës të tij rrethojnë ata nga gjitha anët. E nëse kërkojnë ujë, u jepet ujë si plumbi i shkrir, i cili i përcollon fytyrat. Sa pije keqe është ajo e sa vend i keq është ai. Pra format e kërcënimit në Kur'an janë të shumta, dhe ky ajet është njëri prej tyre. Kjo është e ngjashme me shembullin kur mësuesi u thot nxënësve të tij: kush të dojë le të mësojë, kush të dojë le të mos mësojë, ama në fund të vitit ju pret provimi dhe atëherë do ta merrni vesh se kush kalon dhe kush ngel. Çdo nxënës, edhe po të ishte i dobët në mendje, do ta kuptonte nga ky fjalim kërcënimin dhe frikësimin e mësuesit të tij. Ndaj edhe ky ajet është një njëjtë me kuptimin e fjalës së Allahut të madhëruar ku thotë: "Afaman yulqa fin nari khair am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir." Vallë, a është më i mirë ai që hidhet në zjarr, apo ai që vjen i sigurt në ditën e Kiametit? Veproni çfarë të doni, vërtet ai është shikues i asaj që ju veproni. Pra këtu duket qartë, kërcënimi dhe askush nuk mund të thotë se ka vend për lirizgjedhje të besimeve dhe të feve të tjera të kota, nga se zgjedhja e ndonjë besimi apo feje tjetër veç Islamit bën që njeriu të futet një herë përgjithmonë në zjarrin përcjellues të xhehenemit. Po ashtu prej gjërave të çuditshme është se disa prej atyre që duan shturjen dhe liri pa kufi argumentohen me fjalën e Allahut: "Lakum dinukum waliya din." Ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time. Dhe kjo është nga çudit më të mëdha që nga ky ajet të kuptohet liria e zgjedhjes së fesë dhe besimit. Sepse jo besimtarët e Kurejshve, në kohën kur zbriti ky ajet dhe ata e dëgjuan atë, nuk u gëzuan as pak më të, sepse
E dinin shumë mirë se ky ajet nënkupton të qartazi, distancimin dhe largimin prej tyre dhe besimeve të kota të tyre. Mirë po kur mbizotron ignoranca, kuptimet e gjërave tjetërsohen dhe përfytyrimi i saktë i tyre prishet, ndaj mos u çudit kur dëgjon interpretime dhe komentime të gabuara të ajeteve të Kuranit. Madje surja Al-Kafirun në tërësinë e saj është një zbatim praktik i parimit të miqësisë dhe armiqësisë për hir të Allahut. Ajo është distancim nga jo besimtarët dhe nga kufri i tyre, ndërsa nga ana tjetër është prenari me tauhidin dhe shpallje haptazi e tij. Pohimi i tij duke mos pasur asnjë dyshim në kotësinë e besimit në cilin janë jo besimtarë. Si dhe dekurajim për jo besimtarët që të kenë ndonjë shpresë për të ndikuar tek njerëzit që adhurojnë Allahun vetëm pa artak. Pra kjo sure e urdhëron muslimanin që të distancohet nga jo besimtarët dhe besimet e kota të tyre, me zemrën e tij, me gjuhën e tij dhe me veprën e tij, dhe jo të miratoj apo të ketë respekt për lirinë e besimit të tyre, dhe as të marrë pjesë në adhurimet të tyre, nga se kjo gjë bie ndesh me parimet bazë të Kuranit, të Sunetit dhe metodologjisë së sahabëve dhe atyre që erdhën pas tyre prej dietarëve të mëdhenj të këtij ummeti. Kjo nuk do të thotë që muslimani duhet të sillet keq me mosbesimtarët, apo të bëjë pa drejtësi atyre, por se do të thotë se ai duhet të bëjë kujdes që të mos i miratoj besimet e kota të tyre dhe të qëndroj larg çdo gjëje me cilën ata e kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. I lutem Allahut të lartësuar që të na jap kuptim të saktë të fesë së tij, të na bëj praktikantë të sinqertë të saj dhe të na ruaj nga thirrjet e kota, të cilat pretendojnë se njeriu ka të drejtë dhe liri të plot për të zgjedhur besimin e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robert Allahu, jeni frikë Allahun e lartësuar dhe dijeni se ju jeni robër vetëm të Allahut të lartësuar. Ai ju krijoi për një qëllim të vetëm, adhurimin e tij, zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin nga ndalesat e tij. Mos i jepni kësaj dunjaje më shumë vlerë se sa ja ka dhënë Allahu i lartësuar, dhe punoni për atë qëllim për cilin jeni krijuar. Po ashtu përkujtoni dhe dijeni se Allahu që tha nuk ka detyrim dhe dhunë në fe, po ai është që urdhroi që njerëzit të thirren për në fenë e tij, për miqësinë me besimtarët dhe distancimin nga jo besimtarët. Po ashtu ai është i cili e bëri detyrim urdhrimin për mirë dhe ndalimin nga e keqja. Ai është që urdhroi dënimet ligjore, ndaloi kamatën, rishfetin dhe alkoolin. Po ashtu ai është që urdhroi faljen me xhamat, zakatin, agjërimin e Ramazanit, haxhin, respektimin ndaj prindërve, lidhjet farefisnore dhe sjelljen e mirë me fëmijët. Ndaj friksojoni Allahut të lartësuar dhe bindjeni atij ashtu siç meriton ai që t'i bindeni, kuptojeni mirë këto dispozita të fesë suaj dhe praktikojeni ato në familjet dhe vetët tuaja. Qëndroni të palëkundur në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit, ashtu si qëndruan dhe u kapën fort të parë kanë të mirë, prej sahabëve, tabiinëve dhe të gjithë ata që i pasuan ato me përpikmëri dhe që ishin dietarë të mëdhenj të këtij ummeti. Vëllezër të nderuar, së fundmi mos harroni të luteni për pejgamberin tonë, pasi Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Më të vërtetë Allahu dhe melekët e tij lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar,
lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.